lidhur me gërmimet që janë duke u zhvilluar në kuadër të procesit të kërkimit për persona të zhdukur. Ajo çfarë mund t'ju them është se bëhet fjalë për një rast që është ende në fazën e hetimeve. Ky është një proces i ndjeshëm dhe kompleks, është rezultat i një pune hetimore disa vjeçare të Policisë së Kosovës dhe Prokurorisë Speciale. Deri më tani janë bërë mbi 10 urdhra për zhvarrosje, krejt kjo në kuadër të këtyre veprimeve hetimore pra që janë ndërmarrë. Ajo çfarë mund të them gjithashtu dhe të theksoj është se nuk mund të flasim ende për rezultate pa e përfunduar procesi hetimor. Ka raportime për numrat e personave mbetjeve që po gjenden, nëse mundesh më na konfirmon nëse janë të vërteta këto që po raportohen për çdo vit. Dëshirojmë të ju lutim për mirëkuptim dhe për shmangje të çfarë do raportimi të pakonfirmuar nga institucionet kompetente. Ende është herë të flitet në këtë fazë me numra, pra duhet të presim gjitha verifikimet dhe analizat e nevojshme për të ardhur deri te një rezultat i tillë. Në momentin që do të kemi të drejtë pra nga aspekti ligjor të japim informacione publiku, ju media do të keni çësje që të keni informacione në gjithë procesin hetimor. Por deri në këtë fazë kërkojmë mirëkuptim, pra me qëllimin krejt kjo që të mbrohet integriteti procesit hetimor, të presim një rezultat, gjithashtu edhe në nderim të dinjitetit të viktimave, familjarëve të tyre. Faleminderit shumë për mirëkuptim.